atere, me bazë vendimin e dëmshpërblimit që ishe nga konferenca e Parisit, që u bë pjesa e dëmshpërblimeve të luftës e tjera, ajo shifër 5.4-5.6 milion $, ju caktua që ta shlyen dhe Italia dhe u ngritën 2 komisione të Shqipërisë dhe të Italisë që të vlerësonte pronat që ishin në Shqipëri, sepse Italia me një VKM arriti të bindet dakord me qeverinë shqiptare që ne nuk kemi para të japim, se dhe ne po darim nga lufta, dhe faktikisht Italia kishe dhe ajo pasojat e veta, dhe me anë të kësaj VKM-ja, erdhën listuan gjithë pronat. Brenda asaj prone është edhe kompleksi Partizani. Lëre çfarë thon këta? Tani problemi është harta e tokës është e shpronësuar. Tjetër gjë që këta nuk i kanë hyrë në themel. Ato dosje janë të tëra në Itali. Pra ju po thoni kush është ju thoni ka drejt sipas jush pala mbrojtëse? Jo. Se s'jeni qartë. Së shetuar deri në themel nga prokuroria. Po s'ka rëndësi kjo fare, Mondi, pse s'ka rëndësi kjo? Tani problemi është këtu. E para njerë që gjyqi akoma s'ka filluar quhet kjo. Do më thënë kjo është fillimi, edhe është e gjatë. Seancë përgatitore akoma. Sepse tani ata të dyja palët edhe prokurori paraqet provat e vetat. Me çaj provoj unë, thot, këta akuzën e korrupsionit pasiv të Saliut, me çaj provoj unë, thot, korrupsionin e Jamar Maltezit, pastrimin e produkteve që rrjedhin nga një krim prej tija, edhe mos deklarimin e pasurive, 3 veprat penale që ka. Me çaj provoj, thot, prokurori dhe ka dhënë provat e veta. Mbrojtja ka drejt japi provat e veta, dhe ata ndër provat që kanë thënë që të pyetet dëshmitarë dhe Dirama se ka dhënë lejen ai, sipas tyre. Tani prokurori i jepet prokurorit që në provat që thot mbrojtja, ai analizon një për një. Edhe do i thot gjykatës tani, kjo provë nuk ka nevojë. Pse? Sepse e ke kështu. Kjo provë nuk ka nevojë të merret, sepse e ke në filan vend. Kjo e shmar ky dëshmitar dhe nuk është me rëndësi. Dhe pra e thot vlerësimin e vetë, dhe mbasi thot vlerësimin e vetë prokurori që qatë meret e qastë meret, atëre të rriqet gjykata, edhe gjykata në ashtë i përfundimisht vendos cilat prova janë të domosdoshme që i vërtetojnë akuzat që behen për tatë pandehur. Por a mund të marrë në këto moment gjykata dhe një vendim të mbylli procesin? Jo, në mënyrë s'ka fillor procesi akoma. Do filloj pas e gjykata është detyruar të marri prova, do më dhe të caktoj radhën, do më dhe në provave dijet, fillimisht pyeten ata të prokurorit, dëshmitar, akte, e tjera. Çfarë mund të bëjë? Mbaroj, pala mbrojtëse mbaroj. Tani do dëgjoj edhe mendimin e prokurorit dhe gjykata do vendosi. Do thot, do merre këto prova. 1, 2, 3, do të përcaktoj provat gjykata të tëra. Qa prova do merren? Dhe me njerë, mbasi të marri vendimin, edhe vendimi duhet merret, ma merr mendja mua, në këtë datë që kanë lënë seancën ata në mars, aty merret vendimi që cilat prova pranohen e cilat nuk pranohen, dhe në seancën tjetër fillon gjykimi. Dhe gjykimi pastaj fillon me provat e prokurorit. Prokurori ka dhënë radhën atje, ka dhënë emrin e dëshmitarëve e tjera, edhe fillojnë pyeten një nga një ata të vihet deri atje. Për sa i përket problemeve tjera të hetimit e tjera, akuzohet për korrupsion pasiv Sali Berisha. Çka do të thotë? Ky person ka nxjerrë një VKM dhe ka favorizuar dhëndrin e vet, i ka dhënë kompleksin Partizani, është privatizuar në mënyrë të kundërligjshme, sepse ne kemi një ligj në Shqipëri që themi u kthehet ish pronarve edhe po tjetë ai, do të thënë ai të bjerit certifikatën e pronësisë, thotë kjo është e imja. Dhe u kthehet